Për të shpëtuar nga kjo eksperiencë e keqe, siç e kanë kuptuar edhe demonstruesit, ne duhet të ulim interesin e rolit për partinë mbi popullore, duke i hequr të drejtën me kushtetut të zgjedhjes së kryetarit të partisë, të paktën kryeministër, për t'i hapur rrugën formës së zgjedhjes së kryeministit brenda partisë sipas platformës më eficiente dhe progresive të drejtimit të shtetit. Gjithashtu, për të ruajtur balancat në mes kryeministrit dhe presidentit në kushtetut të dashur demonstrues, duhet kemi kujdes se duhet vendosur zgjedhjet të sistemit referendar, duke i hapur rrugën zgjedhjes së presidentit nga populli. Propozojmë krijimin e 2 dhomave, duke lënë në të njëjtin numër deputetësh, por brenda tyre të zgjidhet dhe dhoma e senatorëve, të cilat do të luajnë rolin e certifikimit të ligjeve kur ka një majorancë të madhe dhe të pakontrollueshme. Këta senatorë duhet të zgjidhen në mënyrë referendare sipas kritereve që ka bota, mendoi se sistemi rumun presidencial është më i ekuilibruari. Për forcimin e ndarjes së pushteteve, sistemi juridik nuk duhet mbështetet në organizma juridik siç janë SPAK-u e të tjerë, që të humbim legitimitetin e sovranit dhe pambarësuar këtë sektor jetik nga varësia e huaj. Mendojmë të krijojmë sektor klasik të shtetit si prokuroria dhe gjykata e lartë siç kanë qenë më parë, duke ndjekur rrugë referendare sipas sektorëve juridik. Të drejtën referendare e kanë vetëm anëtarët e sektorit juridik me votim të fshehtë. Sektori juridik duhet të jetë në nomenklaturën e presidentit siç dhe shka qenë. Në kuadrin e etikës individuale dhe profesionale në shërbim të atdheut, propozojmë ngritjen e institutit gjithkombëtar me sektor gjithëpërfshirës në interes kombëtar siç janë ato juridik, financiar, tekniko-profesional, arbanologjik, arsimor e tjerë. Ky institut duhet të përbëhet me specialistët më të mirë dhe me eksperiencë të vendit, duke mos përjashtuar studiuesit e huaj me eksperiencë ndërkombëtare dhe origjinë shqiptare. Mendojmë se në krye të këtij instituti gjithëpërfshirës të jetë Akademia e Shkencave, me kuadër të reduktuar dhe të zgjedhur në raport me shërbimet e kryer për vendin tonë. Akademia e reduktuar dhe e përzgjedhur duhet të zgjidhet me formën referendare sipas punonjësve të sektorëve shkencor që punojnë, e cila në të vërtetë do të ishte senati shkencor i institutit mbarkombëtar. Ky institut, së bashku me Akademinë e Shkencave, duhet të kishin cilësinë e një parlamenti shkencor me vendimarrje të njohur ligjërisht nga kushtetuta. Personeli i këtyre institucioneve duhet të jetë i krahasueshëm në numër me deputetët legjislativ. Në këtë mënyrë do të kishim 2 parlamente, njëri ligjvënës dhe tjetri studimdhënës, të rakorduar me ligjet dhe kushtetutat si gjithë bota. Së treti, nuk duhet të merremi me slogane politike dhe partijake të zgjidhjes së problemeve duke i futur në burg drejtuesit e shtetit, pasi mënyra e shtrembur antidemokratike e vendit për një periudhë të gjatë gati 3 dekadash ka predispozuar veprime antiligjore që në një farë mënyre kemi të gjithë përgjegjësinë. Pra, duhet të kemi një paqe morale ku secili pavarësisht nga roli që ka në shoqëri të ndjejë përgjegjësinë. Dhe së fundi, të dashur demonstrues, propozojmë gjithashtu të zgjedhim njerëz të përshtatshëm në krye të këtij demonstrimi. Si nga morali dhe aktiviteti i kryer deri tani pa përjashtuar asnjë, vetëm me kushtin të shërbejë atdheut pavarësisht nga vendi ose partitë që ka shërbyer. Personalisht, pa u konsultuar shumë, unë do propozosha zotin Ditmir Bushati, i cili ishte nga Partia Socialiste dhe ka qenë një person shumë i ekuilibruar. Zonjën Elisa Spiropali, e cila pavarësisht nga të gjitha gjërat kemi një mendim pozitiv se mund të ndihmojë procesin. Jorita Tabaku, e cila pavarësisht se i përket grupit të PD-s ka qenë një
ekuilibriste shumë e mirë në kuadrin moral edhe në kuadrin organizativ. Zotin Agron Shehaj, i cili është një biznesmen dhe një person i cili po kryen një aktivitet goxha të madh. Evis Ali Mehmeti, i cili është një mjek shumë pranë të zgjedhurit në bashki. Edhe Oerd Bylykbashi, i cili është një jurist jashtëzakonisht i mirë dhe shumë ekuilibruar. Ndër gazetarët unë do propozoja zotin Marim Mema, i cili është një aktivist goxha i mirë. Zotin Andi Bushati, i cili ka qenë gjithë kohës aktivist i madh në diskutime, dhe zotin Armando Shkullaku, sipas mendimit tim. Sigurisht që çdo njeri ka mendimet e veta, unë dhash sa mendimet të cilat nuk përfaqësojnë domethënien e jashtëzakonshme, vetëm simpatit personale, po kjo s'do të thënë gjë, secili ka. Unë ju falenderoj për vëmendjen një herë. Dhe jemi gati që të mund t'ja japim zotit Guri. Patjetër. Zoti Guri, mendimi juaj. Mendimi im është që situata në Shqipëri nuk është se u mbars edhe Mali po hodhi 1000, siç ekziston kjo shprehje ur popullore. Këtu Mali ka pjell me mira dhe aq sa individ ka, apo shtresa caktuara ka, klasa, komunitete ka Shqipëria, aq ka të prekur nga një marrëdhënie e ashpër, nuk po të marrëdhënie rrugëqërie, sepse janë termat e emisionit tonë, a një marrëdhënie e ashpër të një ballafaqimi këto 36 vjet, ku Shqipëria si Europa në të njëshin, sot nuk është më as si Europa, pa as si vetvetja. Bile është më keq se sa vetvetja e saj. Çka qenë? Po, juve morë një shembull dhe thatë që pse mos kemi dhe ne risorte. Si atje, jam ndjerë del xhelos. Kam qenë dhe në Turqi dhe në Itali. Po që për risorte, jo se kemi një lloj. Pse mos i kemi? Po, dakor. Fafa risorte është i tillë, si ato që po the. Po. Po në Fafa shkon çdo person. Po. Çdo person dursak shkon para lokalit Fafës, brenda lokalit Fafës, po dojë të flej atje, ndërkohë që është risort. Kam qenë një herë, kam parë dhe është shumë i mirë pritur atë. Pra, atje vend siç vend Turqi, si Fafa ka me dhjeta, si e të tjera ka dhe Shëngjini, ka dhe diku. Ndërsa ajo që ngrihet banori sot, duke filluar le të themi rrethanat sikur jemi në proces. Në proces histor thuan një rrethanat, pastaj edhe mbahet mendimi dhe vinë ke emrat apo ke programe. Kemi një butrin ku nga kryeministi aktual në bashkëpunim të dy në bashkëpunim, të dy krahët në bashkëpunim, bën në 2008 këta ndërhyn në kushtetutë, edhe ne dinim vetëm që çka ka bërë në ligjin zgjedhor. Ne nuk dimi që kushtetuta është mbështetur nga një i plotfuqishëm jurist i shtetit grek, i cili është me shkujtur, barë dhe zi, që kufit e Shqipërisë tjetërsohen. E kejnë kushtetutë 2008. Pra, në qoftë se ti do futesh që e thot mirë, do t'i pikë që Ramanburg, Berisha Hamburg, ato janë brenda kushtetuës. Si futon në burg ato. Janë brenda kushtetuës. A që i përjashton, apo si që i përjashtuar moralisht. Si ka qenë ky ligji 2008? Ligji është kufit e Shqipërisë tjetërsohen në 2008. E kejnë kushtetutë. Neve kemi kushtetutën në 97. Ato dim në përmendshtë. Ne një personant, një shtet i siguron jetesë ekologjike, ne një 56 informimi, ne një 3 prona private. Nëse kufit e shtetit në 97 janë që nuk shiten kur. Nëse në 2008 nuk ndryshojnë kur, të detit e tokës. Të detit e tokës. Në 2008 është tjetërsohen. Pra, qoftë se ti e ke një sazan, e ke ishull strategjik, ai e shet, e tjetërson. Kush ta që s'duhet, e ka me kushtetutë, e ka tjetërsuar. Pra, në 2008 ndodhi procesi tjetër, që hapësira bregdetare, territoriale, detare, si quhet termin e navigacionit, hapësira detare territoriale, që do të thotë nga via bregore, kufiri detar, deri në 7-8-10 kilometra, është sovraniteti yt. Nga Karaburuni deri në Butrin ti nuk e ke këtë. E ka hequr parlamentin 2008, po ku e hoqi? Hoqi pas kushtetutës. Si mund të ndodhë kjo më kategori? Dhe pastaj të hyren marrëveshje me palën greke. Që ndodhi. Ne s'kemi kufi detar tani ai merr ju sa doni. Territoriale tonë pra. Hajde vendoseni juve. Pra, kjo hapësirë edhe pikërisht nga Korfuzi nësa kur vate me palën në të njëshin me shtetin italian, ke vato me hapësirë detare të paprekshme. Tendën. Ajo që të shfilmi duel që doli ania nga kufiri. Pra, ti ke një hapësirë. Pra,
Këtë populli, ndoshta e mësoj tani, po mlirë 1926-ës, e Firenze, tash nuk kemi kohë që të zgjatim në detaj, po vetëm ti përmend po. Atëherë kur paqe ky popull që Butrindi kemi 2 vjet bashkë edhe në shumë gjëra tjera, 632 hektar zonë Ramsar, do të thotë Ramsar qytet në Iran, që ligatinat e botës i fut kategoritë parë në shkallë të parë dhe nuk tjetërsohen. Iku ajo, 632 hektar. Ke një manastir që ishte në Pigs,